Kuvendi ka miratuar deklaratën e përbashkët për të mbështetur pafajësinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në deklaratë shpreh shqetësimi për kërkesën e prokurorisë speciale të dhomave të specializuara në Hag për 45 vite burg për secilin nga ish-udhëheqësit e UÇK-s, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetin Recep Selimi. Kuvendi po ashtu në deklaratë ka miratuar kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hag, komunitetit ndërkombëtar dhe institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare që të deklarojnë pafajësinë ndaj personaliteteve përmes një procesi të drejtë dhe të paanshëm që respekton dhe nuk cënon dinjitetin e luftës çlirimtare të popullit të Kosovës, duke mos lejuar që instrumentet e drejtësisë të shndrohen në mjete për rishkrimin e historisë apo barazimin e viktimës me agresorin. Ndërkohë dhe Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Rezoluta kaloi me 90 vota pro, 1 kundër nga deputeti i lëvizjes Vetvendosje Fatos Geci dhe asnjë abstenim. LDK nuk mori pjesë në votim. Në deklaratë thuhet se kërkohet nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit specializuar që në ushtrimin e funksioneve të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me një proces gjyqësor të drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar gjithashtu parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit të publikut në drejtësi. Kuvendi konfirmon zdotimin dhe përkushtimin për sigurimin e të gjitha mekanizmave, përfshirë ato financiare në mbështetje të drejtave të mbrojtjes së udhëheqësve dhe luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës para zyrës së prokurorit të specializuar dhe dhomave të specializuara, ndërsa konfirmohet zotimi dhe përkushtimi i plot për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve për afirmimin e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe shenjtërisë së historisë mbi të cilën është ndërtuar Republika e Kosovës.